تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Ta marrim një dua të shkurt prej duave të gjithë përfshirëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është kjo dua të cilën e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duat e tij ka thënë: Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa sharri ma lam a'mal. Thotë Allah, kërkoj mbrojtje te ti ose strehohem te ti nga e keqja që e kam bërë dhe nga e keqja që nuk e kam bërë. Më thënë, shikoni te kjo fjalë, kjo është strehim madhështor edhe kërkim madhështor i mbrojtjes te Allahu subhanahu wa ta'ala, që e përfshin çdo të keqe të cilën e ka bërë robi edhe çdo të keqe që nuk e ka bërë. Dhe çka do të thonë kjo, çka do thotë kërkoj mbrojtje te ti nga e keqja që e kam bërë dhe nga e keqja që nuk e kam bërë. Nga e keqja që e kam bërë, do të thonë nga veprat të cilat i kam bërë, kërkoj mbrojtje te ti që të mi falësh gabimet dhe mos kem dënim ose pasoja nga ato të këqija që i kam vepruar. Kurse nga ato që nuk i kam bërë, kam thënë disa prej dietarëve, do të thënë ka disa komentime. Çfarë do thotë nga ato që nuk i kam bërë? Por komentimi më i dukshëm është nga ato të këqija që ka mundësi t'i bëjnë në të ardhmen, që nuk i kam bërë akoma. Më mbroj, do të thënë, që mos bëj vepra të këqija. Do thotë, më mbroj nga e keqja e këtyre veprave që i kam bërë, edhe mos kem pasoja dhe dënim, dhe më mbroj nga ato të këqija, nga të këqijat në përgjithësi në të ardhmen, që nuk i kam bërë, unë akoma nuk i kam bërë, por më mbroj që mos i bëj. Nga kjo dua kuptohet se çdo e keqe që i vjen njeriut është nga veprat e veta. Do të thënë për shkak të veprave të veta, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Do të thënë çdo e keqe që ju ka ndodhur, çdo e keqe që ju ka ndodhur për shkak të asaj që keni bërë ju me duart tuaja. Kurse Allahu fal shumë të tjera. Dhe po ashtu ka thënë Allahu: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab." Pra ruhuni prej sprovës, prej dënimit, që nuk do t'i godas vetëm ata që kanë bërë padrejtësi nga mesi juaj. Nuk i godet veç ata, por i godet të gjithë. Dhe dijeni se Allahu e ka dënimin e fuqishëm, ose në dëshkimin e rëndë. Pashtu kjo dua është argument se robi është i dobët dhe ka nevojë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka nevojë gjithmonë që Allahu ta ruaj prej të keqes, edhe prej të keqes në vetveten e tij. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutben e hyrjes, në hutben hyrëse, kanë thënë sahabët, na i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ligjëratën hyrëse ose fjalimin hyrës. Gjithmonë ta përdorim, edhe aty thuhet wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Do të thënë kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son, se njeriu ka të këqija në vetvete. Ka hased, ka mendjemadhsi, ka do të thënë kooperaci e kështu me radhë, do të thënë vepra të gjendje ose cilësi të shumta, të cilat janë të këqija. Edhe kërkojmë mbrojtje nga Allahu që të na ruaj nga këto të këqija, edhe mos shfaqen ato, ose mos ndikojnë në veprat tona ose në bindjet tona, dhe gjithashtu të na ruaj nga të këqijat e veprave tona. Do të thënë nga ato të këqija pasoja që vijnë nga bërja e veprave të cilat i bëjmë ne. Gjithashtu kanë thënë disa prej dietarëve se pra në këtë dua më mbroj nga të këqijat që i kam bërë, e qartë, do të thënë nga veprat, nga mëkatet që i kam bërë, dhe të këqijat që i sillin ato mëkate. Më mbroj, pra mi fal mëkatet dhe më pastron nga pasojat. Kurse nga ato që nuk i kam bërë, tham është kërkimi mbrojtjes nga e keqja që mos e bëj njeriu në të ardhmen.
Kjo është një kuptim. Ose është, do të thonë që më mbroj nga e keqja e mëkateve që nuk i kam bërë. Si ka mundësi të mbrohet njeriu nga e keqja e mëkateve që nuk i ka bërë? Do të thonë pse ka nevojë? Sepse ka mundësi njeriu kur largohet prej mëkateve, ose do të thonë largohet prej haramit ose e kryen obligimin, do të thonë nuk ka bërë mëkat. Atëherë ka mundësi që t'i hyj vetpëlqimi, edhe thotë se unë jam shumë njeri devotshëm edhe kam merit te Allahu. Pra më mbroj nga të këqijat që i kam bërë dhe nga e keqja e asaj që nuk e bëj. Do të thonë që kur nuk i bëj mëkatet, edhe aty ka të keqe, që njeriu ka nevojë të mbrohet, do të thonë ta mbrojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë gjitha këto njeriu duhet ta ketë parasysh dhuntinë e Allahut. Nëse i bën veprat e mira, edhe nëse ruhesh prej veprave të këqija, do të thonë duhet ta di se është dhunti prej Allahut subhanahu wa ta'ala që mos të vijë kjo e keqe. Gjithashtu kam thënë nga e keqja që nuk e kam bërë, do të thonë nga e keqja që e bëjnë të tjerët. Pra nga e keqja që unë e kam bërë, kërkoj mbrojtje nga pasojat e këqija të mëkateve të mia. Dhe nga e keqja që nuk e kam bërë, nga pasojat e këqija të mëkateve të tjerëve. Sepse kur përhapet mëkati në një vend, edhe pse nuk e bën vet njeriu, ka thënë Allahu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Do të thonë ruhuni prej fitneve, prej dënimit që nuk i godet vetëm ata që kanë bërë padrejtësi. Do të thonë nëse përhapet e keqja, përhapet mashtrimi, përhapet pengimi i zakatit, për shembull nuk jepet zakati, përhapet zinaja në një popull e kështu me radhë, atëherë vijnë të këqijat, vjen varfëria, tërmete, smundje, vështirësi, padrejtësia e pushtetarëve, do të thënë vjen edhe i kaplon të gjithë, edhe ata që i kanë bërë mëkatet, edhe ata që nuk i kanë bërë. Dhe kjo është një komentim tjetër. Ose komentimi tjetër është kërkoj kjo nga e keqjat që nuk e kanë bërë. Do të thënë nga ato vepra që është dashur t'i bëj, falënderimin ndaj Allahut dhe për ulja më e madhe, do të thënë që është dashur edhe më shumë të bëj, do të thënë kjo mangësi mos të më kaploj, do thotë e keqja e saj. Thotë pra kjo është çka kanë nxjerrë dietarët prej kësaj pjese nga e keqja që nuk e kanë bërë. Por me rëndësi është, do të thënë ta kuptojmë me këtë dua që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë thënë disa prej dietarëve, e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'i mësuar muslimanët, për ta mësuar umetin. Do të thonë Allah kërkoi mbrojtje nga e keqja që e kanë bërë dhe nga e keqja që nuk e kanë bërë. Dhe dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë vepra të këqija. Do të thonë nuk ka bërë mëkate për të cilat mund të ketë, do të thonë pasoja të rënda e kështu me radhë, por ka qenë mësim për umetin. Edhe është mësim për ta njohur, thotë që njeriu është nevojtar, edhe ka nevojë gjithmonë për ndihmën dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Se ka thënë Allahu, ja ejuhen nas, antumul fuqara'u ila Allah. O njerëz, ju jeni të varfër dhe nevojtar për Allahun. Wallahu huwa al-ghaniyul hamid, dhe kurse Allahu është i pasuri dhe i lavdishmi. Do të thënë shumë ka nevojë njeriu ta ketë parasysh gjithmonë këtë varfëri, do të thënë dhe nevojë që e ka për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ta di se suksesi që i vjen është vetëm dhunti nga Allahu. Edhe duhet ta kuptoj në aspektin e suksesit që ja ka dhënë Allahu. Do të thënë që beson në tauhid edhe është larg prej shirkut dhe kufrit, kjo është dhunti prej Allahut. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma. Do të thënë Allahu ju ka bërë të dashur imanin dhe ju ka zbukuruar atë në zemrat tuaja dhe ju ka bërë të urryer kufrin, mëkatet dhe kundërshtimin e urdhrave. Këta njerëz janë të udhëzuarit. Kjo është dhunti prej Allahut dhe mirësi prej Allahut. Wallahu alimun hakim, dhe Allahu është i gjithdijshmi, i urti. Po ashtu ka thënë Allahu, belillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani
in kuntum sadiqin. Pra Allahu ju a përmend këtë mirësi që ju ka udhëzuar në iman, nëse jeni që e thoni të vërtetën. Dhe ka thënë Allahu, belillahu yuzakki men yasha. Pra Allahu e pastron këdo ai. Këtë dojë Allahu i jep pastrim dhe udhëzim. Dhe ka thënë, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumu ash-shaytana illa qalila. Do të thënë sikur mos ishte dhuntia e Allahut dhe mëshira e tij për ju, ju do ta ndiqnit shejtanin, përveç pak. Po ashtu, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dhe sikur mos ishte dhuntia e Allahut dhe mëshira e tij, nuk do të ishte pastruar askush prej jush asnjëherë, walakin Allahu yuzakki man yasha, por Allahu e pastron këdo ai. Kjo është kur Allahu jep sukses njerëzit. Nëse Allahu i kishte dërguar njerëzit dëshpërim dhe shkatrim, pra nuk do të kishte pas mundësi të dalë asnjëherë prej tij, siç ka thënë Allahu, innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. Do të thonë, ata për të cilët është zbatu fjala e Allahut, nuk besojnë. Walau ja'atuhum kullu aya, edhe nëse ju vijnë të gjitha argumentet. Pra pa marrë parasysh se argumente u sjell atyre, ata Allahu i ka lënë në devijim. Dhe ka thënë Allahu, walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Do të thënë, sikur tua kishim zbritur atyre me laiket dhe ti kishim bërë të vdekurit të flasin. A di kur thonë kush ka ardhur prej atje që të na tregoj. Pra nëse zbresin me laiket nga qielli, edhe u tregojnë, edhe ngrihen të vdekurit, u flasin, edhe mblidhet çdo gjë, edhe kafshët, edhe gurët, çdo gjë ju tregon, ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Do të thënë ata nuk do të besojnë, përveç nëse do Allahu. Do të thënë janë të tillë që Allahu i ka lënë në dëshpërim. Ka thënë Allahu, men yuhinillahu fama lahu min mukrim. Do të thënë atë që poshtron Allahu, nuk ka askush që mund ta nderojë. Ka thënë Allahu, in tahris ala hudahum fa inna Allaha la yahdi man yudill. Do të thënë nëse ti, edhe pse ti shumë përpiqesh edhe mundohesh dhe je i kujdesshëm që ata të udhëzohen, Allahu nuk e udhëzon atë që e ka devijuar. Dhe ka thënë, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Do të thënë si është gjendja e atij që janë bërë të bukura veprat e këqija. Do të thënë i duken të mira. Edhe dijeni se Allahu e devijon këtë dojë dhe e udhëzon këtë dojë. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. Prandaj mos u pikëllo, mos u brengos për ata. Inna Allaha alimun bima yasnaun, sepse Allahu është i gjithdijshëm për atë që veprojnë ata. Prandaj për këtë shkak njeriu duhet ta kuptojë nevojën dhe varfërinë e tij të përhershme për sukses nga Allahu subhanahu wa taala dhe gjithmonë t'i lutet atij dhe ta kuptojë dhe ta pranojë se ka vetë dobësi, edhe ka mangësi, edhe ka të këqija. Secili njeri ka këto. Prandaj na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë në mëngjes e mbrëmje të themi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, o i gjalli, o mbikëqyrësi i përhershëm, me mëshirën tënde kërkoj ndihmë te ti, aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Do të thënë përmirëso ma gjendjen time në tërësi, plotësisht, dhe mos më lër të mbështetur në veten time asnjë çast. Se kur njeriu të lihet i mbështetur në vetvete dhe nuk e ndihmon Allahu, do të thënë ai njeri është i shkatruar. Prandaj njeriu duhet ta kërkojë suksesin nga Allahu subhanahu wa taala. Me dua, mirëpo çështja më e rëndësishme me të cilën e kërkon suksesin dhe të mirën nga Allahu është niyeti i mirë. Do të thënë që njeriu të jetë i vendosur të bëjë të mira dhe të jetë i vendosur që ta ndjek udhëzimin. Gjithmonë udhëzimin atë që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Atëherë Allahu të mbron prej devijimeve të devijuesve. Nëse njeriu është i lidhur me një shoqëri ose me një person, me një shejh e kështu me radhë, atëherë Allahu e zgënjen atë njeri, edhe e la të devijojë në momentin kur më shumë ti ka nevojë. Prandaj gjithmonë niyetin njeriu duhet ta ketë
që ta kënaqë Allahun subhanahu wa ta'ala. Me çdo fjalë që e flet, ose çdo vepër që e bën, ose çdo herë kur hesht dhe nuk flet, ta ketë synim kënaqësinë e Allahut. Dhe kur largohet prej ndonjë vepre, gjithashtu synim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu të ketë shumë dua, shumë të lutet. Pra përmendëm disa prej duave të mëparshme, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur për udhëzim, edhe vazhdimisht ka thënë ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rrotullues i zemrave, ma përforco zemrën time në fenë tënde. Gjithashtu, për ta fituar suksesin dhe ndihmën e Allahut, është që njeriu të jetë sinqerisht i mbështetur në Allahun subhanahu wa ta'ala. Si ka thonë në dua Shuaibi alayhi salam, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu. Do të thënë suksesi im është vetëm nga Allahu, atij i mbështetem. Do të thënë mbështetja në Allahun i ka sjell sukses. Dhe ka thonë Allahu in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Do të thënë nëse ju ndihmon Allahu, atëherë nuk mund t'ju mposhtë askush. Për këtë shkak do thotë njeriu duhet gjithë mbështetjen ta ketë te Allahu subhanahu wa taala, mbështetje të sinqertë dhe të plotë. Dhe për të arritur suksesin, njeriu duhet ta përmirësojë veten me dituri, vazhdimisht mësoj, ta hulumtoj të vërtetën dhe ta studioj diturinë, ta di me çka duhet ta kënaqë Allahun, edhe ta di prej cilës çështje duhet të ruhet. Dhe përndryshe, si ka mundësi ta gjej të mirën ai që nuk e di ku është e mira, ose çka është e mira, dhe si ka mundësi të ruhet dikush kur nuk e di kujt duhet i ruhet, ose prej çka duhet të ruhet. Gjithashtu për të arritur suksesin dhe mirësinë është që njeriu gjithmonë të shoqërohet me njerëz të mirë dhe me njerëz të udhëzuar dhe të largohet nga njerëz të keqes, mëkateve, devijimit, bidateve, do të thonë larg prej tyre. Gjithmonë ta kujtoj ahiretin, edhe ta di se përfundimi është Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe sprovat që vinë dunja janë, do të thënë, testet vogla, dhe janë që kalojnë shpejt, kurse qëndrimi i përhershëm dhe jeta e përhershme dhe shpërblimi dhe dënimi i përhershëm janë në ahiret. Po ashtu të përpiqet shumë me adhurime, shumë të adhuroj Allahun subhanahu wa ta'ala, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Do të thënë paraprini fitneve me vepra të mira. Do të thënë kur nuk ka fitne, kur je i qetë, kur është çdo gjë në rregull, përpiqu shumë për ta mësuar diturinë dhe për të bërë vepra të mira. Edhe atëherë kur të vinë vështirësitë, atëherë vjen mbrojtja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Besoj që parafërsisht kjo është pra e pam që kjo dua edhe një fjalë të Ibn Qayyimit. Kjo dua e tregon për ulësinë e plotë të robit dhe tregon se është nevojtar për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kujt ja do Allahu të mirën, ja mundson atij rrugën e përulësisë dhe do të thënë si thuhet arabisht inkisar, do të thënë të jetë i thyer para Allahut, dhe të jetë të tregohet me të vërtet me zemër, do të thënë me zemër edhe me fjalë dhe vepra, tregohet se është nevojtar, edhe është i varfër para Allahut. Pra e kemi përmend si shembull për ta kuptuar edhe te krijesat, ai njeri që kërkon, do të thënë që shpreson shumë të dikush, edhe kërkon të marrë diçka prej tij, paraqitet si shumë i varfër. Ndoshta edhe nuk është ashtu. Do të thënë paraqitet shumë i varfër dhe shumë nevojtar dhe mundohet me të bindë që është i varfër. Pra kështu kjo është një pjesë që bëjnë krijesat me krijesat, dhe kjo nuk është e mirë, nuk është e pëlqyer, por është e mirë dhe është e duhur që robi të tregohet shumë nevojtar para Allahut subhanahu wa taala. Me zemrën e tij, edhe në duat e tij, gjithmonë të tregoj se pa Allahun ai është i shkatruar. Do të thënë, siç ka në shumë dua, nëse ti nuk na fal, edhe nuk na mëshiron, ne jemi të shkatruar. Nëse ti nuk më ndihmon, unë jam i shkatruar. Nëse ti nuk më udhëzon, unë jam i devijuar.
Domethënë të tregohet vazhdimisht njeriu i varfër dhe nevojtar për Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim, më thot kujt ja do Allahu të mirën, ja hap këtë derë, që të jetë njeriu kështu të tregohet i varfër dhe i impostur para Allahut dhe vazhdimisht të strehohet te Allahu subhanahu wa taala. Nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, domethënë vazhdimisht të shikoj mangësitë e veta. Domethënë të jetë i vetëdijshëm se është i mangët, është mëkatar, dhe është ignorant dhe bën punë të këqija dhe t'i di dhuntitë e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë ta di se çdo gjë që ekziston e mirë tek ai është dhurat nga Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu i ka dhënë mirësi, mëshirë prej bujarisë së tij, prej bamirësisë së tij subhanahu wa taala dhe prej pasurisë së tij të pafundshme, Allahu i ka dhënë. Prandaj thot Ibn Qayyim se njeriu që ka dituri dhe që e njeh Allahun, gjithmonë ec me këto dy çështje. Domethënë nga njëra anë që ti di dhuntitë e Allahut dhe nga ana tjetër ti di të metat e veta dhe varfërinë e tij vazhdimisht. Edhe këto janë si krahët për shpendin, nëse i mungon njëri prej krahëve, atëherë nuk mund ta vazhdojë rrugën, domethënë nuk mund ta vazhdojë rrugën njeriu për t'u afruar tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak e shohim te duaja e istighfarit, që quhet Sayyidul Istighfar. Domethënë zotëria i kërkimit të faljes. Domethënë kjo është duaja që quhet zotëri në duat e kërkimit të faljes tek Allahu subhanahu wa taala. Çka themi aty? Domethënë tregon njeriu shumë varfëri para Allahut. Thot Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. O Allah, ti je zoti im, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dhe unë qëndroj në premtimin që ta kam dhënë dhe besatimin me ty sa të kem mundësi. Domethënë kjo është përsëritje e këtij besatimi. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Domethënë kërkoj mbrojtje te ti nga e keqja që e kam bërë, nga ato të këqija që i kam bërë. Thot ebu'u laka bi ni'matika alayya. Domethënë të i njoh të mirat e tua. Domethënë i pranoj se çdo gjë, çdo e mirë është prej teje. Wa abu'u bi dhanbi, edhe i pranoj mëkatet e mia. Domethënë i njoh mëkatet e mia. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pra më fal mua se nuk i fal askush mëkatet përveç teje. Domethënë në këtë dua thot njeriu, unë e di se çdo e mirë është vetëm prej teje. Edhe çdo dhunti është e jotja. Dhe unë e di se jam mëkatar. E di se jam i dobët dhe shumë domethënë bëj mëkate dhe kam ignorancë, prandaj mi fal gjunahet se nuk i fal askush përveç teje. Elusim Allahun subhanahu wa taala na japë sukses dhe të na përfshi me mëshirën e tij dhe me faljen e tij të plotë, se nuk i fal mëkatet askush përveç tij. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.